Fillimisht do ndalemi tek java botërore e ushqyerjes me gji, e në lidhje me këto do të flasim me Urata Fendia Beqa, pediatre dhe gastroenterologe. Urata, faleminderit shumë që pranojat jeni pjesë e emisionit Bonbon. Faleminderit juve për mundësinë. Tashmë po përmbyllet java botërore e ushqyerjes me gji. Pse është e rëndësishme të flitet vazhdimisht për këtë tematikë? Kjo është një tematik mjaft interesante. Këto ditë na rikujtojnë që duhet të angazhohemi sa më shumë për inkurajimin e nanave për ushqyerje me gji, e cila ndikon mjaft në shëndetin e foshnjës, edhe ata shëndeti fillon prej orëve të para të lindjes, pikërisht me gjidhënien. Për atë është e rëndësishme për shëndetin afatgjatë të një foshnje që të inkurajohen nanat për gjidhënje. Fletet për shëndetin afatgjatë të foshnjave, mirë po, çfarë ndodh me shëndetin e një nëne nëse ajo e vendos që bebe me saj ta ushqej me gji? Mendoj se benefitet janë të dy anshme. Kryesorja është shëndeti i foshnjës, ku investimi në gjidhënje nuk është investim vetëm në shëndetin e foshnjës, po është një investim në shëndetin e familjes, në shëndetin e komunitetit dhe të brezave që vinë pas. Kështu që, sa i përket edhe nanave, ndikon shumë në shëndetin e nanjes, se nana mbrohet nga shumë sëmundje, të cilat janë mjaft aktuale në ditët e sodit, për shembull kanceri i gjirit, kanceri i ovareve, do me thonë pikrisht me gjidhënien e parë, nxiten hormonet të cilat ndihmojnë në kontraksionin e mitrës, në naljen e gjakderdhjes, në rikuperimin e shpejt pas lindjes, edhe ma vonë, do me thonë, edhe në prevencën nga shumë sëmundje edhe patologji tjera që janë benefit për nanën dhe për fëmin. Përveç ushqimit, cili është roli tjetër i gjidhënjes, të ime ashtu në aspektin e lidhjes emocionale? Po, gjidhënja nuk nënkupton vetëm ushqim të thjesht për foshnjen. Do me thonë, qumshti i gjirit është një sistem biologjik, do me thonë nuk është vetëm ushqimi thjesht, ku përfshihet niveli apo ndikimi në sistemin imunitar, në qelizat antitrupat që përcillet imuniteti i nanës, në nivelin e metabolik të zhvillimit të fëmis, në nivelin emocional, neurologjik dhe shumë benefite tjera që lidhen me mikrobiomen e zorëve dhe të cilat kanë përpasoj një shëndet afatgjatë në jetën e mëvonshme. Megjithatë, ka disa nëna të cilat për arsye të ndryshme, ndoshta edhe jo shëndetësore, vendosin që bebet e tyre të mos i ushqejnë me gji. Cilat janë arsyet e shpeshta të cilat i çojnë këto nëna të marrin këto vendime të tilla? Ekzistojnë edhe mendime të ndryshme, edhe kategori të ndryshme të nanave, të cilat për shkaqe të ndryshme nuk mund t'i ofrojnë qumshtin e gjut, pra gjidhënien nuk mund të inkurajojnë gjidhënien të disa raste, janë raste të veçanta, po edhe në këto raste, mendoj që detyra e profesionistit është të mos i paragjykoj nanat të cilat për shkaqe të ndryshme nuk mund të ushqejnë bebet e tyre me gji. Kështu që është e nevojshme që profesionistët shëndetësor me anë të informacioneve të sakta të bindin nanat të cilat natyrisht e kanë mundësinë për gjidhënje, që në numër sa më të madh të ofrojnë gjidhënien. Ndërsa ato të cilat kanë sëmundje kronike, probleme shëndetësore të natyrave të ndryshme, të cilat nuk lejojnë gjidhënje, atëherë ato natyrisht që nuk duhet të paragjykohen. Ato duhet të inkurajohen me mënyra tjera të mbështetjes të ushqyerjes së drejtë të fëmijët në mënyrë që të mrihet një zhvillim sa më i shëndetshëm. Megjithatë, është zgjedhje e secilës prej nënave që ta bëj në mes asaj se nëse dëshiron ta ushqejë fëmijën në fillimisht me formula apo edhe me qumshtin e saj, apo jo? Natyrisht, zgjedhja është personale, po thash është detyrë e profesionistëve shëndetësor që sa më shumë të japin informacione të sakta dhe të drejta në mënyrë që të mos ketë keqkuptime. E kisha bën një krahasim shumë të thjesht për me vendet me thonë të pazhvillume në shtetet e Afrikës, ku sëmundjet përpara, për shembull, ku ka qenë më shumë e përhapur sëmundja e HIV-it, do me thonë
me çrregullimet e imunitetit, ato nana është menduar që ato të cilat janë HIV pozitive, që e kanë domethënë prezencë virusin, sëmundjen, atyre ato nuk jo është këshillu me dhonë, edhe pse sipas statistikave, diku 4% e tyre e kalojnë barierën e qumshtit të gjiut, do me thonë vetëm 4% fëmijëve munden me konë të smur. Kështu që edhe për ato raste, informacionet e sakta në bazë të studimeve të evidentuara shkencore, rekomandohet gjithënja. Kështu që edhe në ato vende që thash që janë shumë do më thonë ma të ngecurna, ma pak të zhvilluara, edhe në ato vende është ka punohet në drejtim të inkurajimit të ushqyrjes me gji. Përderisa edhe të na, për çdo ditë e ma shumë, po vetëdijsohen brezat e ri që gjithanja është e domosdoshme, sidomos për 6 muajt e parë të jetës, e natyrisht për ato që kanë mundësi edhe deri në moshën 2 vjeçare. Po, megjithatë kemi disa nëna të cilat ankohen për ndryshim të formës së gjoksit tyre, e kanë si dert, prandaj refuzojnë gjithënjën. Po, ka disa që kanë dilema në kuptimin e deformimit të trupit, po unë menoj që këto janë probleme hormonale, edhe me kalimin e kohës trupi e rimerr formën e duhur edhe rikthehet në format paraprake, para lindjes, para gjithënjes, kështu që nuk menoj që është një arsye fort për me shku në drejtim që me u shmangë gjithënjes. Mendoj që informacionet e sakta edhe mbështetja e secilës nënë nuk varet vetëm prej profesionistit shëndetësor, varet prej familjes, varet prej institucioneve, varet prej vendit punës, varet prej shtetit ku bëhet ligji i gjithënjes, ku na veç e kemi, edhe varet të me thonë prej shumë faktorëve inkurajimi nënës. Kështu që informacionet e drejta besoj që kanë me pru benefitet e duhuna. Për një nën, hasë vështirësi në gjithënje, cilat janë hapat të cilat ajo duhet të ndërmerr përpara se ta ndërpres, si proces? Gjithsesi duhet të takohet me profesionist shëndetësor. Do me thonë, në njësinë neonatale ekzistojnë infermierët edukuara për me mbështet gjithënjen, stafi mjekësor gjithashtu prej nivelit të profesionistëve neonatologëve është i edukuar dhe ka një njohuri të mjaftueshme për mbështetje, kështu që menoj sa i përket informacioneve profesionale nuk mungojnë. Thash, duhet me pas edhe informacion edhe ndihmë prej edhe familjes. Familja është ajo esencialja që kam i mbështet një nanë, mos me kërku për shembull prej nanës me bë punë të rënda, mos me angazhu me detyra ekstra, sidomos muajt e parë kur beba është jashtëzakonisht e vogël, muajt e parë të jetës, do me thonë nana në familje duhet mu liru prej disa obligimeve që me mujt me inkuraju gjithënjen. Natyrisht edhe për ma vonë, thash edhe prej institucionit, prej shtetit, do me thonë mbështetjen e ligjit për gjithënje, mbështetja që i ofrohet në vendin e punës, një orë e lirë që kanë gjatë orarit punës që ju mundson me shku edhe me ushqy fëmin me gji, e tjera, e tjera. Megjithatë, gjatë këtij procesi që e përmendet 6 mujor, të paktën, sa duhet të jetë e kujdesshme një nën në ushqimin, pra në formën e të ushqyrit që ajo e bën? Mënyra e ushqimit natyrisht se ka rëndësi shumë, mirë po nuk është vendimtarja. Edhe pse qumshti i gjiut, thash, unë edhe për vendet ma të pazhvillume, ku është deficit i ushqimit, gjithënja e ka kuptimin edhe ka rolin e vetë dominant. Kështu që organizmi i njeriut funksionon në mënyrë perfekte, pavarësisht mënyrës se sa jemi të sakt në nevojat ditore të kalorive, të ushqimit, të ingredientëve të duhur, qumshti i gjiut i merr të gjitha ato elemente që janë të nevojshme në mënyrë të përsosur për rritjen dhe zhvillimin e fëmisë. Është mjaft i pasur me ujë, ku bëhet rihidrimi i duhur i foshnjës, është i pasur me oligoelemente, është i pasur me oligosaharide, të cilat e ndihmojnë zhvillimin e mikrobiomës së zorëve, e cila është vendimtare për jetën e mëvonshme, është i pasur me qeliza imunitare, me antitrupa që trashëgohen prej nënës, me hormone e me shumë gjëra tjera që e bëjnë qumshtin e gjiut të përsosur, edhe që asnjë formulë nuk mund
të zavendësoj qumshtin e gjiut. Ishte kjo javë, pra java botërore e të ushqyerit me gji, çfarë kishte dashur me ja përcjell nënave një mesazh me rastin e kësaj jave simbolike që ka qenë? Mesazhi është i thjeshtë, të gjitha nënat duhet të inkurajohen, kanë të drejtë të kenë informata të sakta për gjithëdhënien, të cilat do t'i marrin nga profesionistët shëndetësor, duhet të inkurajohen nga familja, nga punëdhënësit edhe nga vetë shteti. Dhe duhet t'ju rikujtoj se qumshti i gjiut është i pazëvendësueshëm, edhe qumshti i gjiut nuk fillon ose nuk është benefit vetëm për shëndetin e një foshnje, është benefit për gjithë familjen, për komunitetin edhe brezat që vinë pas. Zonjë, faleminderit shumë që pranuat pra edhe i ndatë gjitha këto informacione me neve. Mbetet të shihemi përsëri. Krasia e shihimja, faleminderit. Faleminderit shumë.